Task Forca e Administratës Tatimore ka intensifikuar kontrollin në Shkodër në kuadër planit operacional të turizmit, me fokus respektimin e detyrimeve tatimore dhe formalizimin e aktivitetit ekonomik. Gjatë kontrollave janë kryer 23 verifikime, ku janë konstatuar 13 shkelje administrative të lidhura me faturimin, autofaturimin, certifikatën elektronike dhe ushtrimin e aktivitetit të paregjistruar. Sipas administratës tatimore, shkeljet e konstatuar janë konkretisht 2 raste për mallra pa faturë, 2 raste për mungesa autofature, 6 raste për mos lëshim me faturë, 1 rast për mos pajisje me certifikate elektronike dhe 2 subjekte të paregjistruar të bllokuara me sherita. Drejtoria e tatimeve thekson se plani operacional i turizmit vjen me kontrolle në terren për respektimin e detyrimeve tatimore dhe një aktivitet ekonomik më të formalizuar. Administrata tatimore fton qytetarët të denoncojnë shkeljet përmes aplikacionit Denonco Evazionin, si dhe të kërkojnë faturën për çdo blerje apo shërbim.